kena pozak prej ditës që nuk jam është thu se mu ka fik një dritë një jetë. Jena njësë me autobus, të shkon në Kosovë, edhe nuk e di do më thonë, kur nuk kena pas rrugë ma të gëzushme. Edhe jena kur shumë të lutë. Kanë këty njerës e kanë keshe. Dhe që shmenzi për që me mri edhe dhe kur u buvuan. E këna fletë në gjomë. Me nëse 5 korekt, ora 6:20, veç ku di njerës të vërtit edhe veç e qova krytë dhe e kom një erë shumë të keqe. Nuk e di do me thonë asë nuk e kom di qka o ku të bo edhe nuk e mojnë ma qysh jam dalë për autobusit për që mojnë ma ku jam dalë që jam ku krejt vetëm edhe vike jera si gjaket. Kur e ku po që e ka motrën e madhe më hek një dertë, shko zot, shqyr, për tani më nga i ke mami, edhe motra tjetër. Gjirët. Për ndrysh babi edhe vlogë që në Gjermanina jena ku veç mame e motrat. Jena kun të i kërkue mas nej. E ku po kamen e mamit edhe i ku të regu motrat. Andaj, jam dojnë në rrugë me thirë babin në telefon. Në fakt e gjeta telefonin e mamit në rrugë. Edhe e ku thirë babin. E ku thë babin, kena pos aksident, edhe më duke. Mami nuk ashtë, edhe sa që për litën s'po dhije. U shqetsu babi, u qu prej gjume, edhe u nis me ardhë në Kroaci, ku ka ndodhë aksidenti. Mandej, e kemi ditë për mamin në vend në gjarje që ka ndru jetë. Ajo kun veç e ditur, pamjet se. E për motrë nuk i kena ditë halo se jo në autobus edhe ja kena po veç kom, do me thonë. Edhe kena mojtë shumë shpres që mos ka pështu. Për ndrysh, unë nuk jam kone lëndu me as pak. Thjesht veç një spirë më ka ngu në kam. E motra madhe, motra si ka lujt kuka. Ajo kone lëndu me. E kur ardhë babi të dhe thonë, nuk për nxaja po që e ka po. Në ka përqove, në ka thonë që qërë se keni pështu. Në shumë halot për shpresu mëse ka shpresë për motrën. Ajo shpresë nuk në ka zgatë shumë sepse kur e kanë thirë babin me vërtitu. Ajo nësë janë, do më thonë ajo kun. Hera por jetën të me që e ku po babin në këtë gjendje, nuk e di do më thonë, nuk e ku po kur ashtu të dalë pe vetës të kajtë. Po kun shumë keqë, edhe nuk... Mbasi ka dek mami bashkë me motrën e nuk jeta shumë eftoft. Edhe... shumë e fështirë se... Shpresoj që më i krenarë të më nga mami, më nga motra. Si di shumë shpesh i thamë zotit, zot pësi po më ndodhin mu këto sënës. Më nga në ajo ndjes më këthy bëj shkolla po bëj punën në shpe dhe me gjithë shpinte që shplot gëzim. Mami jam u kun shamli më i madhe dhe është ala për mu. Une, veç me mujt me kohë që ka si mami jam, une jam shumë mirë. E motra e ku pas shumë yll, ajo ku shumë e sjellshme, edhe shumë e dashme. Ajo ku pjesa jam ma e mirë, ajo ku
versioni jam hala ma i mirë. Edhe sërë që kisha dhe qka natën, ose si mërë këtë gjumë e lejsha qut ato, kurse ajo kështë punën e veç kisha më shku në shkollë, edhe e lejsha ato natën qut, të janë ngarku kryt me gjonat bëdave. Ja ka meritu ajo me jetu, në jetë ma gjatë ja kush. Unë mërzia nuk po të heke kur, po veç kështë do vjetë të shtu ma shume. Tu rritë, tu kërku mamin hala ma shume. Unë vetë mësë më desht me jetu, kisha jetu për hatër të babit, hatër të vlant, për hatër të motës. Unë jam shumë të familjarën, vdes për babin. Do me thonë, ajo është pika jam e do. Mësë është i babi mrekullushëm, babit i karo. Me kone, edhe bab, edhe mam, edhe kom qef veç me bu më di krenarë, sepse më ndaj që ja merito babi, ja kush. Unë mas aksidentin një vjetë, dhe jom ardhën vete, ja kom lisë me pa andra, nuk e di, do me thonë, jom kun shumë keqë edhe. O pasha zotin, nuk e di, do me thonë, gjithë shka kësha jem, veç me mujtë, atë, o veç dhe si kona mikë, me mujtë mikë, se veç erën mja o njëse, ju asë, nuk e di, do me thonë. Shumica njerëz më thujnë atë sa thujnë që jam shumë e fort, për fakt nuk e di, do me thonë, nuk ka shti jeta me zonë më e fort.